Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Kuvendi pritet në këto momente të filloj seancën e jashtëzakonshme për diskutim lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Në njoftimin e kuvendit thuhet se diskutimi lidhur me zgjedhjen e presidentit do të fillojë në orën 17. Rikujtojmë se deputetët kanë afat deri nesër për zgjedhjen e presidentit të ri. Në të kundërt vendi shkon në zgjedhje sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar me 6 vjet burgim ish zyrtaren OSB-s Jelena Gjukanović, e cila akuzohet për spionazh. Gjukanović akuzohet se si zyrtare e misionit OSB-s në Kosovë ka kryer veprime të përsëritura, duke përcjell informacione për agentin rezident të Agjencisë Serbe të Inteligjencës Aleksandar Vlajić, të cilat më pas janë transmetuar të zyrtarët e lartë të BIA-s në Beograd. Pas vendimit ka reaguar ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, duke thënë se askush nuk është mbi ligjin dhe asnjë veprim që cënon sigurinë dhe rendin kushtetues të Republikës nuk do të tolerohet. Në praninë e prokurorit special, të akuzuarës dhe avokatëve mbrojtës, në seancë të hapur dhe publike, në emër të popullit, shpall këtë aktgjykim. E akuzuara Jelena Gjukanović, me shënimet si në shkresat e lëndës, shpallet fajtor, për shkak të veprës penale, spionazhi, parashikuar nga neni 124, paragrafi 3, e lidhur me nenin 77 të kodit penal. Andaj, gjykata, bazuar në dispozitat e kodit penal dhe të kodit të procedurës penale, e gjykon. Dënim e burgim kozgjate prej 6 vjetëve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje që Serbia ende nuk ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për të sjellë paradrejtësisë përgjegjësit për sulmet në veri të Kosovës në vitin 2023. Një zëdhënës i Komisionit Evropiane bëri këtë deklarat duke komentuar vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, me cilin 3 serb u shpallën fajtor për sulmin terrorist në Banjsk. Kryeministri Albin Kurti së bashku me ministrin e bujqësisë Armen Muja morën pjesë në ceremoninë e hapjes së objektit të ri të Ministrisë së Bujqësisë në veri të Mitrovicës. Në këtë objekt është vendosur Drejtoria Rajonale e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Drejtoria Rajonale e Agjencisë Pyjore të Kosovës, të cilat deri më tani kanë operuar në objekte me qira. Me hapjen e objektit të ri të Ministrisë së Bujqësisë në veri të Mitrovicës, shënohet një hap më afër për bujqët e blegtor të këtij rajoni. Në këtë objekt janë vendosur Drejtoria Rajonale e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Drejtoria Rajonale e Agjencisë Pyjore të Kosovës, të cilat deri më tani kanë operuar në objekte me qira. Përqasje në subvencione e në grante që janë jetike për zhvillimin e bujqësisë, për rritjen edhe të prodhimit edhe të produktivitetit. Nga gjithsej 32.000 fermer që marrin mbështetje, rreth 3.000 janë të komunitetit serb, pra afër 10%, që do të thotë se proporcionalisht shumë më tepër se sa përqindja e popullsisë. Në këto drejtori rajonale do të operojnë punonjës profesional me synim që të shtyhet përpara zhvillimi i bujqësisë. Të gjithë do të jenë këtu në këtë zyre dhe fermerët dhe qytetarët do të qasen këtu për të marrë gjitha shërbimet që pastaj zyrtarët do i drejtojnë tek shërbimet më të afërta dhe gjitha mundësi që ofron Ministria e Bujqësisë për të grantet, subvencionet edhe këshillime për rritjen e produktivitetit në bujqësi. Mbështetja me subvencione dhe grante është e mirë pritur nga bujqit dhe blegtorët e këtij rajoni, ndërkohë shërbimet tani janë më afër, gjë që përjashton edhe mundësinë e diskriminimit.
Kuvendi majti seancë të veçantë përkujtimore në nderim të akademikut Recep Qosja, ku vlerësua lartë figura dhe vepra e tij, duke cilësuar si një nga intelektualet më të rëndësishëm të kombit shqiptar. Recep Qosja jetoi dhe krijoi në një kohë kur shqiptarëve u kërkohej vazhdimisht ta dëshmonin gjuhën, historinë, përkatësinë dhe të drejtën e tyre politike. Kësaj kohe ai u përgjigj me vepra, me studime, polemika, qëndrime publike dhe me një disiplinë intelektuale që rrallë shihet në jetën tonë publike. Ai ndërtoi mendimin e tij mbi vlerat e rilindjes kombëtare, mbi trashëgimin iluministe evropiane, mbi humanizmin dhe mbi figurat që shqiptarëve u dhanë drejtim historik. Por cili ishte principi i Qosjes? Elani i tij ishte liria kombëtare. Prandaj gjithçka prodhoi e ka formën e luftës kundër shtypjes. E lufta është strategji. Bazamenti i saj i parë, shtresa e themelit, është vetdia. Mbi të pastaj ndërtohet e sigurt ngrehina e shtetit kombëtar. Akademik Recep Qosja nuk ishte vetëm një rrethimtar i kohës sonë. Ai ishte gjykues i saj. Nuk ishte vetëm shpjegues i letërsisë, historisë apo politikës, por sfidues i tyre. Nuk ishte as produkt i rrethonave kohore, por ishte kundërshtim i tyre. Dhe në një midis që shpesh njeriu kërkon reati, ai zgjodhi shqetësimin. Në një politikë që shpesh kërkonte kompromise, ai zgjodhi të vërtetën. Akademik Qosja ishte një intelektual, studiues i përkushtuar dhe një zë i fuqishëm në debatin publik shqiptar për më shumë se gjysmë shekulli. Ai ishte ndër të parët doktor të shkencave filologjike në Kosovë dhe një nga kontribuesit kryesor në zhvillimin e studimeve albanologjike në vendin tonë. Si profesor i Universitetit Prishtinës dhe drejtues i Institutit Albanologjik, ai la gjurmë të pashlyeshme në formimin e brezave të tërë studiuesish e studentësh. Liria dhe pavarësia dhe shteti që e gëzojmë sot i ka rojnë thellë në sakrificë, në punë, e në veçanti në intelektual të fuqishëm të kombit tonë, të cilët nuk u dorëzuan dhe punuan në kohët më të vështira të Jugosllavisë e të Serbisë, na e vërteton dhe na e tregon shkrimtari që nuk do të vdes kurrë, akademiku Recep Qosja. 27 vjet nga përfundimi i luftës Kosovë, ende nuk dihet fati më shumë se 1600 personave. Përnder të kësaj dite organizuan aktivitetet të ndryshme, gjithashtu janë bërë nderimet e monumenti dedikuar personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Ne i bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar që të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar dhe të zbarë të vërtetën për të zhdukurit tonë, meqense ata e mbajnë përgjegjësinë dhe ata e dinë të vërtetën. Janë edhe 11 varreza tjera masive, përveç atyre 5 që tashmë janë zbuluar e për të cilët Serbia nuk jep informacion. Sepse është komunikuar edhe nga vetë ata, publikisht, se janë 16 varreza masive gjithsej. E vetëm në njërën prej tyre që është zbuluar, në Batajnic, i kemi 724 të pagjetur të zhvarrosur prej atje, ndërka që gjithsej deri më tani janë rreth 1000 shqiptar të cilët janë zbuluar në varrezat masive në Serbi. Po sot janë bërë 27 vjet nga masakra në Mej të Gjakovës, ku u vranë 376 persona. Në Mej janë bërë homazhe nga zyrtarë të institucioneve, partive politike dhe qytetarë të shumtë. 27 vjet më parë, forcat serbe rrethuan Rekën e Keqe dhe lugun e Caragojës në rrethinën e Gjakovës, ku brenda disa orëve ekzekutuan djemë dhe burra nga mosha 15 deri në 60 vjeç. Përfaqësuesit më të lartë të institucioneve edhe njëherë bën thirrje për drejtësi dhe ndëshkim të autorëve të masakrës së Mejës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se nuk ishte i shqetësuar gjatë shtënave të shtunën në